Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Nuk e kisha menduar kurrë që një ditë do të punoja në këtë profesion, por jeta më shtyu aty ku nuk e prisja. Në moshën 29 vjeçare isha e lodhur nga punët që ndryshoja si çorapet, për ditë ndryshoja. Thuajse për herë kaloja nga recepcioniste në shitse, asistente në një zyrë të vogël, operatore call center, asgjë nuk më mbante gjatë, as rroga dhe as trajtimi. Një ditë një shoqe më tregoi se një kompani eventesh kërkonte hostes, vajza që mirëpresin të ftuarit në për konferenca, darka biznesi, festivale apo inaugurime. Rroga është e mirë dhe puna e pastër, më tha ajo. Dhe ishte e vërtet, rroga ishte dyfishi i asaj që unë kisha marrë ndonjëherë. Hyra, por nuk dija fare se në çfarë bote po futesha. Në ditën e parë të punës, më veshën me një kostum elegant, më dhanë një dosje dhe më dërgua në një event biznesi në një hotel të njohur të Tiranës. Detyra ime ishte e thjeshtë, të shoqëroja disa të ftuar VIP-a nëpër tavolinat e tyre, të sqaroja programin e natës dhe të isha aty nëse u duhej ndonjë orientim. Në fillim isha shumë e emocionuar, gjithçka dukej normale, profesionale. Derisa fillova të shija gjërat më nga afër. Një burr rreth të 50-tave erdhi me një grua të bukur që dukej shumë më e re se ai. Të dy më kërkuan të lidhnim automjetin e tyre në parkingun privat. Kur shkova të jepja kartelën, gruaja më tha: "Faleminderit, jam motra e tij." Vetëm pak më vonë e pash të njëjtën motër të mbante dorën e tij nën tavolinë dhe të qeshnin në një mënyrë që nuk ishte asgjë vllazërore. E dija që nuk ishte puna ime, por më ra në sy. Dhe nuk ishte era e fundit që do shija diçka të tillë. Event pas eventi fillova të kuptoja një botë tjetër. Burrat vinin gjithmonë me një imazh të caktuar, të suksesshëm, serioz, të martuar me vite, me fëmijë, por natën ktheheshin në njerëz të tjerë. Mua nuk më takonte të gjykoja, por kur je aty pranë tyre, me detyrë, bën do apo s'do duhet i buzëqeshësh, duhet i respektosh. Ndërkohë që shikon burra që fshin mesazhet sa herë u dridhe telefoni, burra që këmbgulin që janë beqar, burra që ngren dolli për familjen ndërsa në anën tjetër i pret dashnorja. Unë thjesht isha aty, një sy që shihte gjithçka por duhej të rrinte mbyllur. Një natë gjatë një darke gala, një nga të ftuarit, një emër i njohur, erdhi vetëm, i ulur, i qetë, i sjellshëm. Më bëri përshtypje dhe mu duk një njeri model. Në mes të eventit më thërret. Shkoj me dosje në dorë që ta ndihmoj. "Vesa, mund të më japësh një gotë ujë?" Kur i afrohem, telefoni bie. Në ekran shkruhet gruaja. Ai e pa, ma ktheu një buzëqeshje të thatë dhe më tha: "Thuaj që jam në një mbledhje të rëndësishme dhe s'mund të flas." Ngela komplet pa fjalë. Nuk ishte puna ime të ndërhyja, por ndjeva një lloj neverie që më zuri në fyt. Ai shtyu telefonin drejt meje duke pritur që unë të thosha gënjeshtrën. Refuzova me mirësjellje, ndërkohë që ai qeshi. "Je e sinqert, por do lodhe shumë në këtë punë." Ajo natë më vrau. Të shije dikë që në televizion predikonte moral, ndërsa mua më kërkonte të gënjeja familjen e tij, ishte një ndjenjë që nuk e përshkruaj dot me fjalë. Në javët që pasuan, fillova të shija gjithçka me tjetër sy. Burrat që lumi i pasurisë blinte gjithçka përveç ndershmërisë. Djemë të rinj që silleshin si të rritur në trupin e gabuar. Njerëz me emër që jetonin jetë paralele. Bashkëshortë që thërrisnin në telefon dhe burrat që gënjenin pa u skuqur. Marrëveshje që bëheshin nën tavolinë, të qeshura të reme dhe unë gjithmonë aty duke parë gjithçka por pa thënë asgjë. Ndonjëherë ndjeja veten të zhytur në një botë mashtrimesh, në një të çarë midis realitetit dhe fasadës. Ishte një event luksoz për një kompani të madhe ndërtimi. Vinin biznesmen, politikan, fytyra të njohura. Unë po shoqëroja disa nga të njohurit drejt podiumit. Kur u largova në korridor, pash një skenë që më bëri të dridhem.
Një burr i martuar që vinte gjithmonë me unas floriri dhe fliste për familjen si pasuri, po i bënte presion një vajze të re që punonte aty duke i thënë: "Nuk ka problem, askush nuk do e marr vesh." Ajo duke i tmerruar, dhe unë dukesha e pështirosur. Në atë moment e ndjeva, kjo punë po më gryente nga brënda. Po më merrte humanitetin, po më detyronte të shija fytyrën e vërtetë e një bote që askush nuk e tregon. Atë natë mbylla dosjet, dorëzova kartën e stafit dhe dola në ajrin e ftohtë të Tiranës. Eca gjatë pa kthyer kokën pas. Sot duket sikur edhe pse jam në këtë moshë, duket sikur kam kaluar një jetë të tërë. Nuk e di çfarë pune do bëj më tej, por di një gjë. Njerëzit që duken më të përsosur, më moralist dhe më të suksesshëm janë shpesh ata që fshehin më shumë, dhe unë nuk dua të jem më dëshmimtare e fshehtësive të askujt. Nuk dua të jem sy i heshtur, dua të bëj një jetë të pastër.